Ngjarja që ka tronditur Kosovën, por ende nuk ka persona të dënuar, është ajo e Naim Urselit dhe ish bashkëshortes së tij Liri Dona. Edhe pse në perceptimin popullor, autori i kësaj ngjarje është Naim Urseli, gjykata ende nuk e ka shpallur fajtor, por në çdo proces gjyqësor vijon të dalin fakte shokuese. Urseli vijon të qëndrojë variantet të tij se nuk ka lidhje me këtë ngjarje, por atë ditë ka dalë një person për t'i grabitur. Në këtë moment, gjyqtarja tregon foto nga vendi i ngjarjes dhe e pyet Urselin: "Shiko Naim, bashkëshortja jote kishte 2 byshdylik floriri, kishte varsa në qafë, kishte dhe unaza. Nëse ka qenë kjo që thua ti arsyeja e grabitjes, pse nuk i kanë marrë asnjë nga bijuteritë e floririt?" Ai u përgjigj: "Këtë pyetje ma ka bërë edhe prokuroria kur kam qenë në prokurori dhe po ju përgjigjem edhe juve. Në momentin e grabitjes, të vetmen gjë që kanë kërkuar kanë qenë telefonat dhe parat, nuk kanë kërkuar gjë tjetër." Më pas, kur u shfaqën në ekran pamjet e Liri Donës nga vendi i ngjarjes së asaj nate, Naim i tha: "Ju lutem, miqni ato pamje, se nuk mundem dot i shoh se bëhem keq. Jam i lënduar sepse bëhet fjalë për gruan time. Unë nuk kam të bëj as pak me këtë që ka ndodhur." Por së fundmi, gjyqtarja i ka bërë një pyetje shumë delikate: "A e kanë parë fëmijët tuaj atë që ka ndodhur atë natë?" Urseli u përgjigj duke thënë: "Jo, ata nuk e kanë parë maman e tyre në ato momente, sepse unë i kam nxjerrë jashtë sapo kam parë që dikush u afrua te makina jon dhe atyre mund të rrezikojë jeta. Në atë moment, fëmijët nuk kanë qenë brenda makinës." Ndërkohë Urseli ka kërkuar takim me 2 djemtë e tij sepse e ka marrë malli, por gjykata ja ka refuzuar, ndërkohë që pritet që 2 djemtë e Liri Donës, të cilët aktualisht jetojnë në Suedi, të merren në pyetje për ngjarjen nën asistencën e një psikologeje dhe një punonjëse sociale. Aktualisht, për 2 djemtë e vegjël të Liri Donës, kujdesen prindrit e Naim Urselit në Suedi.